Sot du të flasim për diçka që shumica prej nesh nuk e mendojnë kur blejmë një shishe multivitaminash. Efektet anësore të çuditshme që mund të shfaqen kur marrim vitamina dhe minerale pa mas. Shpesh dëgjojmë se vitaminat janë natyrale dhe rrjedhimisht të sigurta, por kjo nuk është e vërteta e plotë. Në fakt, disa prej tyre mund të çojnë në probleme serioze shëndetësore nëse e teprojmë. Kjo video nuk ka qëllim të trëmb, por të informoj dhe të ndihmoj secilin të përdor suplementet me mendje. Le të nisim videon ton përmes disa prej vitaminave dhe mineraleve më të njohura dhe të zbulojmë se çfarë ndodh kur trupi bombardohet me sasira të larta. Vitamina D. Dëmtim nga vitamina D konsiderohet shpesh si vitamina e diellit sepse trupi unin e sintetizon kur lëkura ekspozohet ndaj rrezeve UV. Ajo është jetike për shëndetin e kockave dhe sistemit imunitar, por në doza shumë të larta mund të shkaktojë hipervitaminozë D. Sipas ekspertëve, marrja e tepërt e vitaminës D mund të çojë në nivele të larta kalciumi në gjak, duke shkaktuar simptoma si humbje të oreksit, të përzjera, lodhje dhe madje probleme serioze si dëmtimi i veshkave. Vitamina A, pjesa e errët e një antioksidanti të fuqishëm. Vitamina A është thelbësore për shikimin dhe shëndetin e lëkurës, por një sasi e tepruar shkakton hipervitaminozë A, që përfshin një sër simptomash të pazakonta. Raportet theksojnë se konsumimi i lartë mund të çojë në rënien e flokëve, dhimbje kockash, ndryshime në lëkurë, dëmtim të mëlçisë, çrregullime të sistemit nervor dhe rritje të presionit në kafk. Madje, te gratë shtatzëna, nivelet e larta mund të shkaktojnë defekte të lindjes. Vitamina B6, kur energjia kthehet në dëmtim nervor, vitamina B6 ndihmon metabolizmin dhe sistemin nervor, megjithatë, në doza të larta suplementare, mund të shkaktojë dëmtime të nervave periferal. Personat që kanë marrë sasi të mëdha të vitaminës B6 për periudha të gjata, kanë përjetuar ndjesi shpimi, mpirje dhe vështirësi në ecje. Vitamina B3. Vitamina B3 përdoret shpesh për të ulur kolesterolin. Megjithatë, dozat e larta të formës me çlirim të shpejtë shkaktojnë një fenomen të quajtur niacin flash. Pothuajse të gjithë që marrin doza të mëdha të vitaminës B3 përjetojnë një skuqje të kuqe, të ngrohtë dhe shpesh të përcjell me kruarje ose djegje në lëkurë. Vitamina C, kur antioksidanti bëhet problem. Vitamina C është shumë e famshme si ndihmës i imunitetit, por dozat e larta mund të shkaktojnë shqetësime gastrointestinale dhe madje edhe gur në veshka. Marrja e më shumë se 2000 mg vitaminë C në ditë mund të rrisë rrezikun e formimit të gurve në veshka. Kalciumi, armik i padukshëm i zemrës dhe veshkave. Kalciumi është i domosdoshëm për kockat, por suplementet e tepërta mund të kenë efekte negative, si gur në veshka, kapslëk dhe depozitim të kalciumit në enët e gjakut. Magnezi. Magnezi përdoret gjerësisht për relaksimin muskular dhe për të ndihmuar gjumin, por dozat të larta mund të shkaktojnë diare, ulje të tensionit të gjakut dhe çrregullime të ritmit të zemrës. Hekuri. Hekuri është i domosdoshëm për prodhimin e hemoglobinës, por teprimi mund të çojë në dhimbje barku, të vjella, dëmtim organesh dhe rrezik të lartë për shok toksik. Acid folik ose vitamina B9, kur maskohet mungesa e vitaminës B12. Dozat të larta të acidit folik mund të maskojnë mungesën e vitaminës B12 dhe të çojnë në dëmtime të nervave. Vitamina B12. Në shumicën e rasteve vitamina B12 është e sigurt, por nivelet jashtëzakonisht të larta nga suplementet mund të shoqërohen me akne ose skuqje të lëkurës, ankth, urinim të kuq, vështirësi për të qëndruar i qetë, dhimbje koke, palpitacione të zemrës, hipertension, pagjumësi, nauzi dhe të vjella. Mesazhi kryesor është i thjeshtë. Mos merrni asgjë me pa u konsultuar me një mjek profesional. Mos kaloni dozat e rekomanduara dhe mbështetuni tek ushqimi i balancuar. Shpresojmë se kjo video takimi jën një uri të vlefshme dhe t'ju bëj të mendoni 2 herë para se të merrni një tablet më shumë. Faleminderit që shkëndruat me ne deri në fund. Mos harroni të abonoheni për më shumë video informative dhe të ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë.